Në lagjen e vjetër, në fund të një rruge të ngushtë me kaldrëm, ishte një shtëpi që prej vitesh rinte bosh. Dritaret ishin plasaritur, boja e derës ishte zhdukur nga koha, dhe obori ishte mbushur me barë të egër. Por çdo natë, rreth mesnatës, fqinjët thoshin se dëgjonin hapa në korridor. Jo të shpejt, jo të rënd, por të qetë si dikush që ecte ngadalë, duke mos dashur të zgjonte askënd. Fillimisht menduan se ishin minj, ose era që fërfëllinte përmes dritareve të vjetra. Por një mbrëmje, një burr i moshuar që kishte jetuar aty dikur, u ndal para shtëpisë dhe tha: "Nuk janë minj, janë kujtimet që s'mund të qetësohen." Në atë shtëpi kishte jetuar diku një baba i zakonshëm, punëtor që kthehej vonë çdo natë nga puna. Sa po hapte derën, hiqte këpucët ngadalë dhe ecte me kujdes drejt dhomave të fëmijëve. I shikonte në gjumë, përkëdhelte flokët e tyre dhe pastaj ulej në dhomën e vet, pa bërë zhurmë. Ishte një rutinë e heshtur dashurie, e përsëritur çdo natë, pa munguar kurrë. Por një natë, rruga e gjatë për në shtëpi ju ndërpre përgjithmonë. Një aksident e mori larg tyre, që atëherë shtëpia mbeti bosh. Fëmijët u rritën, u shpërndan në përbot, dhe shtëpia u mbulua nga heshtja. Vetëm që heshtja s'ishte e plot. Netëve të qeta, kur era frynte nga lindja, dëgjohej sërish zhurma e atyre hapave në korridor. Një vajzë që kishte qenë e vogël atëherë, tashmë grua, u kthye një ditë për të parë shtëpinë. Hapi derën dhe ndjeu diçka që s'mund ta shpjegonte, një ngrohtësi që s'ishte e kësaj bote. Në dy sheme, pluhuri i viteve ishte lëvizur, si të kishte kaluar dikush pak më parë. "Babi," tha me zë të ulët, dhe për një çast, shtëpia u mbush me heshtje të thellë, pastaj dëgjoi 3 hapa të butë, që u ndalën pranë derës. Ajo qeshi me lot, sepse e dinte, nuk ishte frika ajo që kishte mbetur aty, ishte dashuria e një babai që nuk largohet kur nga shtëpia ku rriten fëmijët e tij. Dhe edhe sot, fqinjët thonë se në net të qeta, mund të dëgjosh ende ato hapa jo për të trembur, por për të kujtuar se dashuria e vërtet nuk vdes, vetëm ndryshon formë.